nisim këtë vit, kur të gjithë shqiptarët, të gjithë miqtë e Shqipërisë në Europë dhe në botë, presin nga Partia Demokratike, presin nga opozita shqiptare, zgjidhje e situatës dramatike në Shqipëri. Zgjidhjen përfundimtare të kësaj situate, e cila, si në asnjë vend tjetër, një vend antar i NATO-s, një vend që pretendon se po ecën drejt Bashkimit Evropian, faktohet para qytetarëve të saj dhe mbar botës një klik e papërgjegjshme, një organizatë kriminale që vjedh ditë e natë qytetarët e saj, një organizatë kriminale që bashkëpunon me kartelet më të rrezikshme të drogës në Europë dhe në botë. Shqiptarët e nisën këtë vit në shumë zona të vendit, nga Gjirokastra në Shkodër, po veçanërisht në Durrës dhe qarkun e Durrësit, në një përmbytje të përmasave të papara ndonjëherë, në një përmbytje me pasoja të rënda, në një përmbytje në të cilën shteti jo që nuk ishte një mbështetje për qytetarët, por shteti me korrupsionin e tij të çmendur, të papërmbajtur, ishte shkaku i thellë i kësaj përmbytje të papar ndonjëherë në qarkun e Durrësit, por dhe në disa qarqe të tjera. Në fakt, në ujërat që përmbytën mira banesa nga veriu në jugun e vendit, u përmbyt gjithashtu morali i kalbur i kësaj qeverie. Shqiptarët panë se si këta gobsek vazhdonin ahengjet, udhëtimet, ndërkohë që ujrat shtoheshin çdo ditë në shtëpitë e tyre. Shqiptarët panë me sytë e tyre shkaqet e vërteta të kësaj drame që pësuan dhe që edhe sot janë në të. Në çdo vend dhe çdo qeveri në botë ndërtohet një infrastrukturë kundra përmbytjeve. Dhe në ligjin e sigurisë kombëtare, emergjenca ndaj fatkeqësive natyrore ka një përparësi absolute.
Pra,